Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam përgatitur një recetë shumë të thjeshtë, të shpejtë dhe mbi të gjitha shumë të shëndetshme. Ju sugjeroj të qëndroni me mua deri në fund të videos dhe ta përgatisim së bashku. Në një tigan do shtojmë 20 ml vaj ulliri, 2 presh të prerë holl vetëm pjesën e bardhë të tyre, lakër e bardhë, rreth 200 gram, një karot e grirë në rende dhe të gjitha perimet do t'i skuqim bashk. Nëse nuk e preferoni preshin në gatime, mund ta zëvendësoni atë me qep. I skuqim mirë derisa të bjerë volumi, si kështu që tregohet në video. Dhe pasi është gati, do shtojmë një gotë bullgur. Bullguri, përveç se është plot vlera dhe mjaft i shëndetshëm, gatuhet edhe shumë shpejt. Do ta shtojmë edhe atë në tigan dhe do ta skuqim edhe për pak minuta bashkë me perimet. Mund ta gatuani edhe me një herë siç është, por i skuqur merr shije dhe aromë akoma dhe më të mirë. Nëse jeni i ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës. Kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Pasi e kemi skuqur, do shtojmë mix erëzash perimesh që përmbajnë edhe krip edhe një lugë çaji spec të kuq. I përziejmë shumë mirë dhe do shtojmë 2 gota ujë. Zakonisht bullguri kërkon raportin 1:2, pra 1 gotë bullgur dhe 2 gota ujë. E mbulojmë tiganin ose tenxherën me një kapak dhe e vendosim të ziejë. Për pak minuta do ta keni gati. Nuk dua të harroj pa thënë se është kënaqësi për mua gjithmonë të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse dëshironi, mund ta shënoni në koment. Siç e shihni, ky është rezultati. Pas përgatitjes është kaq i mirë, sidomos kur konsumohet i ngrohtë, është i përshtatshëm për të gjithë familjen. Provojeni dhe shijojeni. Jam e bindur që do bëhet i preferuar juaj. Si ju duket si recetë? Nëse ju pëlqeu, mos harroni të bëni like apo të lini përshtypjen tuaj në koment. Nëse e gatuani në kuzhinën tuaj, na tregoni se si ju doli dhe a ju pëlqeu. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.